Kudo në Shqipëri zaptuesi bëhet pronar. Bashkia ka menduar që këto toka t'i zhvillojë dhe të marrë të ardhura nga prona e saj. Ligji lejon ndërtimin e agrovoltaikëve në toka bujqësore, kur ato kanë bonitetin 8.9, por ka një udhëzim i cili përcakton rrugët që duhet të ndjekë secili kërkues. Ne jemi të hapur që edhe banorë të ndryshëm me projekte të mirëfillta të mund të aplikojnë për t'i marrë këto toka për qëllimet e tyre bujqësore ose blegtorale. U shprehet Xhmitora, përgjegjës sektorit të verifikimit të titujve të pronësisë dhe shpronësimeve. Zaptuesi bëhet pronar dhe bashkia ka menduar që këto toka të zhvillojë dhe të marrin të ardhura nga prona e saj. Me kërkesën e banorëve, bashkia ka reaguar dhe pjesën e kullotave që ka qenë kullot është hequr nga vendimi dhe gjithë pjesa që ata pretendojnë që është kullot dhe që përdoret nga ata është lënë e lirë. Pjesa tjetër që është pentore do jepet për zhvillim bujqësor për to. Ligji e lejon ndërtimin e agrovoltaikëve në toka bujqësore, kur ato kanë bonitetin 8 dhe 9, por ka një udhëzim të caktuar të shprehur hollësisht, i cili përcakton rrugët që duhet ndjekin secili kërkues. Ne jemi të hapur që edhe banorë të ndryshëm me projekte të mirëfillta mund të aplikojnë për t'i marrë këto toka për qëllimet e tyre bujqësore ose blegtorale.